Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani le të fillojmë me parashikimin e muajit qershor për shenjën e ujorit. Ujor në javën e parë të qershorit ju shoh të fokusuar tek puna, tek karriera. Kjo do të jetë një javë ku ju do të merrni përsipër më shumë përgjegjësi, do të riskoni, do të tregoni se sa të zot, se sa të aftë jeni si lidera në profesionin tuaj. Dhe për ata që kanë si plan ose si synim që të fitojnë një vend më të mirë pune apo kërkoni një rritje në detyrë, kjo është koha që të bisedoni me prorët tuaj, sepse performanca do të jetë kaq e lartë, rezultatet tuaja do të jenë kaq pozitive, sa keni gjasa më shumë për ta marrë atë kërkesë se sa në një periudhë tjetër. Pra nëse ti ke vënë syri një pozicion të caktuar, tani mund të shkosh në një bisedë, në një takim me e prorën tënd dhe ti tregosh që shiko, kam këtë performancë, jam kaq mirë me rezultatet, me gjithçka, dhe ka shumë mundësi që ta realizoni dhe të keni një bisedë shumë pozitive. Ndoshta mund të mos realizohet menjëherë në muajin qershor, por mund të ndodhë në vijim, do të merrni le të themi atë okejn ose atë dritën jeshile që po ti je personi që sapo të hapet ky vend apo të jep një mundësi, ti do jesh personi që do kalosh menjëherë. Gjithashtu një javë shumë pozitive për ata ujor që punojnë me klient apo për ata ujor që janë në një fazë që po kërkoni bashkëpunëtor, sidomos nëse bisedoni me dikë që ka energji të fortë zjarri, pra ascendenten ose diellin në dash, në luan ose në shigjetar, një person që merret me biznes, një person që është i suksesshëm, që ka një reputacion në fushën e tij ose të saj, që ka arritur goxha, dhe ky person do t'ju përkrahë, do të dojë të bashkëpunojë me ju, mund të lidheni bashkë për një projekt të caktuar edhe ju të përfitoni nga ana monetare. Çfarëdo qoftë për ty, në mënyrë specifike, do të jetë një javë shumë e përfitim në këtë aspekt, në këtë drejtim. Kurse për sa i përket ujorëve, anës emocionale, ata ujorë që janë në një lidhje fikse me këtë shenjën e zjarit, ju jeni në një situatë ujor ku merrni shumë nga ky person, sidomos në aspektin material, ky person ju jep shumë, ju jep çfarë ju duhet, stilin e jetesës që ju kërkoni, luksin, mirëqenien, gjithçka, por është një person që kërkon vazhdimisht vëmendje. Ju duket sikur nuk keni një jetë tuajën, sikur jeta juaj rrotullohet rreth këtij personi, rreth dëshirave dhe nevojave të këtij personi gjatë gjithë kohës. Dhe ka momente gjatë qershorit ku do të ndjeni të pakënaqur nga ana emocionale. Do duket sikur i mungon ajo vedia për të kuptuar që edhe ti ke dëshirat e tua, edhe ti ke nevojat e tua, edhe ti ke jetën tënde, përveç raportit që ke me këtë person. Kjo dëshira për të pasur afër, dëshira për vëmendje gjatë gjithë kohës, në çdo moment, do të bëhet e lodhshme, të paktën në javën e parë, me kërkesa të shumta, me një dëshirë gjithë kohës për të qenë qendra e vëmendjes, gjithçka tek ai si person do t'ju lodh, do t'ju ngarkojë disi. Kurse për të tjerët, sidomos për ujorët që janë single, mund të keni një person afër jush që ka një pëlqim, një simpati dhe do të përpiqet që të krijojë një njohje me ju, mundet edhe të jetë dikush që ju ka shprehur hapur atë pëlqim që ka, por ju duket shumë arrogant si person, ju duket një person që i pëlqen vetja shumë në sjellje, ka disa gjëra që nuk përshtaten me ju dhe do të jetë një situatë që ju nuk do ta vazhdoni, nuk e shikoj që t'i jepni një shans më tej këtij personi, edhe pse mund të jetë i suksesshëm si person, i realizuar, prap ajo pjesa e arrogancës që ka, e disa sjelljeve ndoshta deri diku edhe narcisiste tek çdo gjë, tek vetja do t'ju bezdisë ujor. Kurse java e dytë do të jetë një javë ku ju shoh shumë stabil, të lidhur edhe me familjen jashtëmase, sidomos një kthim në rënjët tuaja,
një kthim në origjinë, për ata ujorë që jetojnë larg, mund të doni të shikoni antarët familjes që keni vite pa i takuar, të ktheheni në vendlindje, të shpenzoni kohë, të jeni të lidhur me atë çfarë vërtet ka rëndësi për ju, një pjesë të vetes tuaj që ndoshta nuk e keni eksploruar prej kohësh. Do të jetë një javë pozitive, një javë ku detyrimet ndaj familjes, ndaj traditave ju i ndjeni shumë të forta. Do të jetë një javë edhe për ata që janë në lidhje, sidomos me personin e shenjës së zjarit, që kjo lidhja familjare që keni me njëri tjetrin, historiku e gjithçka, ju ju mban në këtë marrëdhënie pavarësisht pakënaqësive që mund të keni, pavarësisht disa gjërave që nuk ju pëlqejnë, ato fjalë që edhe dëgjoni nga të tjerët, ju keni kaq vite bashkë, familja është e rëndësishme, ruajtja e traditave, mbajtja brenda linjës është shumë e rëndësishme, pra linjës familjare, linjës kulturore, gjithçka është shumë e rëndësishme. Dhe këto gjëra do t'ju bëjnë që të bën le të themi të bëni një sy të verbër ndaj atyre pakënaqësive që ju keni ose t'i mbyllni ato pakënaqësi diku në zemrën tuaj dhe mos i diskutoni, mos i lini të duken aq më tepër kur jeni me persona të tjerë, do t'jeni shumë hermetik nëse takoni familjar, persona të tjerë, nuk do doni që askush t'i di pakënaqësitë tuaja, ato gjëra që ju shqetësojnë, nuk doni të bini në sy, doni të tregoni që gjithçka është perfekte, gjithçka është bukur, çdo gjë është shumë mirë. Java e tretë do të jetë një javë ku do ta ndjeni këtë energji që shumë gjëra janë pezull, shumë gjëra që janë personale të juajat ujor. Këtë e ndjej jo për të gjithë ujorët, po veçanërisht për ato ujorë që kanë bërë sakrifica të mëdha për një lidhje dashurie apo për hatër të dikujt tjetër. Mund të mos jetë vetëm një marrëdhënie dashurie, mund të jenë prindrit, mund të jenë motra, vëllezër, mund të jetë dikush, mund të jetë edhe fëmia për dikë, për një ujor, pra ju keni sakrifikuar nga vetja juaj për dikë tjetër. Edhe shpesh do ta keni në javën e tretë, sidomos këtë pikpyetje, si do të kishte qenë jeta ime nëse nuk do kisha bërë këto sakrifica për këtë person, nëse nuk do isha fokusuar thjesht tek ky person. Kjo do të jetë energjia e javës së tretë ku edhe do të mendoni që tani gjërat janë kaq shumë, jeni përfshirë kaq shumë sa nuk dini edhe nga t'ja filloni për të gjetur sërish veten tuaj, për të kuptuar nevojat që ju keni, se ju shikoj në një rol shoqërues të dikujt tjetër, apo duke bërë prioritet dikë tjetër dhe pastaj veten tuaj. Java e fundit e qershorit do të jetë një javë e rëndësishme sepse në anën emocionale ju do të filloni atë procesin e të zgjedhurit të vetes tënde. Pra ti nuk do të në dukje çdo gjë do të jetë normale, nuk do të ketë ndonjë ndryshim, le të themi, në sjelljen tënde apo në raport me të tjerët, por brenda shpirtit tënd, brenda vetes tënde ti do të thuash se ti çfarë un kam bërë kaq shumë për këtë person, njerëz të ndryshëm që ti mund të kesh në jetën tënde, do të thuash tani ka ardhur momenti që un të bëj prioritet veten time, sepse të gjitha këto që ti ke dhënë ndaj të tjerëve të kanë krijuar shumë pakënaqësi, dhe tani je në fazën që ti zgjedh veten. Prandaj edhe tek letrat e mia, tek tarot e para shqiptare, unë qëllimisht kam vendosur që të lë vetëm një kub për të përfaqësuar dashurinë për veten. Dhe ndonjëherë mund të jesh në një fazë të jetës, në një moshë të jetës ku ti edhe nuk di nga t'ja fillosh, se kaq shumë vite kanë kaluar, kaq shumë gjëra kanë kaluar, ato gjëra që mund të kesh pasur si dëshira, si synime, më përpara 10 apo 20 vite më parë, nuk përshtaten me realitetin tënd tani në këtë kohë. Sido që të jetë, mund të kesh edhe pak frikë se e panjohura gjithmonë nuk i dihet se çfarë të sjell fati, çfarë të sjell jeta, por kjo gjë është e rëndësishme për ty që të gjesh veten tënde, që të bësh një gjë që ti e ke me dëshirë, me pasion, që të kesh lirinë tënde si person, si individ, jo vetëm në funksion të dikujt tjetër, jo vetëm ti me një person tjetër, por ti si person i komplikuar.
me jetën tënde, sidomos nëse ke vite, për ata ujor, se disa për jush janë shumë të suksesshëm dhe keni nga ana profesionale, jeni të realizuar dhe gjithçka është mirë, edhe kjo mund të jetë edhe një shenjë që më në fund, nëse ajo puna që keni aktuale nuk ju kënaq, nuk ju përmbush, më në fund do gjeni një punë që do të jetë shumë herë më e mirë dhe do t'ju sjellë edhe satisfaksion, do ta bëni me më shumë dëshirë se sa puna që keni bërë më përpara, që mund të ketë pasur të ardhurat okay, shumë gjëra, po s'ju ka përmbushur, nuk ka qenë një punë e kënaqshme, e këndshme që ti mund ta bësh në përditshmëri. Po gjërat do të ndryshojnë për mirë, po veçanërisht për ata ujor që janë në këtë marrëdhënie në çift të fokusuar komplet tek pala tjetër, tek një person tjetër që mund edhe të ketë sakrifikuar punën për të rritur fëmijët apo punën për të mbajtur, për të fokusuar vetëm tek familja. Tani ka ardhur momenti që të bëni diçka, që ta filloni këtë rrugtim të gjetjes së vetes, kush ti je si person. E mund të filloj ky rrugtim duke dalë nga ambienti i shtëpisë dhe duke filluar një punë të re, diçka që është interesante, diçka që ju pëlqen. Thash është pak ajo frika shoh e nisjes së kësaj iniciative të dalit përsëri në tregun e punës, të provuarit të diçka të re, por me shumë përfitim dhe ju shoh shumë herë më të qetë dhe më të lumtur me këtë zgjedhje që do të bëni. Nga orakulli i kristaleve, unë për këtë muaj, por sigurisht mund ta përdorni në çdo kohë që keni nevojë për këtë energji, ju rekomandoj lapis lazulin. Mesazhi thot, sytë e tu e shohin të vërtetën, merr një vendim racional dhe ndiq intuitën tënde. Që do të thot, në brendësi ti e di se çfarë do të bësh, e di e ke si ndjenjë me veten tënde, e di që kjo lloj sjellje nuk po të përmbush, nuk po të sjell satisfaksion. Kështu që ndiqe atë dëshirën e brendshme dhe bëj një zgjedhje racionale në këtë moment kush është hapi i parë që do të çojë drejt plotësimit të asaj dëshire, plotësimit të dëshirës tënde shpirtërore, ajo që do të sjellë atë përmbushje që ti ke nevojë. Lapis lazuli është një gur fantastik që është përdorur, një nga më të vjetrit që është përdorur që në antikitet, sidomos Kleopatra e përdorte shumë sepse lidhet me diplomacinë, lidhet me komunikimin, lidhet edhe me aftësinë e intuitës dhe për të parë në të ardhmen se çfarë mund të ndodhë që ti të marrësh vendimet më të mira për veten tënde. Ajo e përdorte si ngjyrues plurin e lapis lazulit, si ngjyrues për syt, po të keni parasysh imazhin e Kleopatrës, ajo ngjyra e syve blu e thellë është pikërisht pluhur i lapis lazulit, e përdorte edhe në stoli, në veshje, është një kristal shumë i bukur, është një gur fantastik. Prandaj kush është i interesuar për lapis lazulin, unë kam varse tek websajti im, ky byzylyku këtu është lapis lazuli, ka byzylyk të tjerë, ka munaza, vath, nëse ju pëlqen dhe dëshironi të porosisni stoli me cilësi shumë të lartë, futuni tek websajti në www.goldentruthtarot.com. Dërgesat bëhen në të gjitha vendet e botës, këtu mund t'i porosisni. Ju falenderoj shumë që më ndoqët ujor, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin qershor. Ju lutem, më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.